gjithmonë do të thonë se ka lim ka pëqen push e dit, vëshpata ime, qanë, male, dy. 558 vjet shënohen sot nga vdekja e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Skënderbeu personifikon jo vetëm figurën më të rëndësishme të popullit shqiptar, por edhe një epokë të tërë të historisë kombëtare. Emri i tij na përfaqëson denjësisht në rrafshin e historisë botërore, si një figurë kyçe që i lidh shqiptarët me perëndimin. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i lindur në vitin 1403, ishte pjesë e familjes fisnike të Kastriotëve. I ati ishte Gjon Kastrioti, udhëheqës i qyteteve më të mëdha të asaj kohe, Krujës dhe Mirditës, dhe ama ishte Vojsava. Ai mori edukim dhe stërvitje ushtarake në oborrin Osman, ku u dërgua si peng në vitin 1415 dhe përsëri në 1423, një periudhë që i mundësoi atij njohuri të thella ushtarake dhe diplomatike. Pas kthimit në atë, Skënderbeu hyri në histori si një nga gjeneralët më të mëdhenj të kohës, si një strateg i shquar i luftimeve mbrojtëse, sepse me një ushtri të vogël mundi të përballonte dhe të shkatërronte taborët e ushtrisë osmane, më të organizuarat dhe më modernet për kohën. Lufta e shqiptarëve me të në krye shënon një kthes vendimtare në organizim politik të vendit, si dhe në forcimin e bashkimit kombëtar. Pasi çliroi Krujën më 28 nëntor 1443, ai ngriti flamurin e Kastriotëve dhe me 2 mars të vitit 1444 në katedralen e Shënkollit të qytetit të Lezhës, Gjergj Kastrioti mbajti kuvendin e parë kombëtar. Me kuvendin e Lezhës, Skënderbeu vuri themelet e një shteti arbëror. Ai ishte kuvendi ku hodhën themelet e bashkimit kombëtar. Mobilizimi masiv i forcave shqiptare që filloi në Dibër erdhi duke u zgjeruar deri në një kryengritje të përgjithshme. Brenda muajve të parë u çliruan disa principata dhe pjesa më e madhe e trojeve shqiptare. Forcat shqiptare më në krye Skënderbeun fituan një sër betejësh kundër ushtrive osmane, si në fushat e Pollogut, të Dibrës, të Ohrit e të Domozdovës, grykat dhe luginat e Shkumbinit, fushat e Ujit të Bardh, të Livadit pranë Ohrit, të Vajkalit e të tjerë. Pas vitesh lufte e rezistence ndaj pushtimit osman, duke udhëhequr luftën e shqiptarëve për liri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu vdiq në Lezhë. Ai jo vetëm që mbrojti popullin e vendindjen, por me luftën e tij e pengoi, madje ndaloi edhe ekspansionin osman drejt Evropës, duke fituar mirënjohjen e shteteve evropiane dhe të papatit të Romës që kushte gjallë dhe shumë më tepër pas vdekjes. Skënderbeu është një emër i paharrueshëm i historisë kombëtare, i cili përfaqësoi guximin dhe qëndresën e paepur për lirinë dhe dinjitetin e shqiptarëve.